Mi mos t'i lëri pa pension. Dhe do t'i thellojmë të gjitha këto duke synuar e para hapjen e më shumë rrugëve dhe për nxitjen e punësimit dhe për nxjerrjen nga ndihma ekonomike të gjitha atyre që janë të shëndetshëm dhe janë të aftë për punë. E dyta, do të dyfishojmë patjetër mbështetjen për fëmijët me aftësi speciale dhe për nënat e tyre sidomos. E treta, do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skem që është më e avancuar patjetër, sipas numrit fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Sipas numrit fëmijëve. Kush do bëjë më shumë, do t'i rrim afër më shumë, kuptohet. Kemi bërë projektin edhe kemi 20 ndërmarrje sociale për punësimin e grave në nevojë. Që është shumë i rëndësishëm për ne. Patjetër që një betejë kryesore janë pensionet. Ne nuk kemi dashur asnjëherë që të tregojmë pralla. Për pralla ka plot të tjerë që janë më të zotë. Janë ata që s'kanë gjë në dorë. Kush s'ka gjë në dorë premton se as nuk ka për të verifikuar ndonjëherë që atë do ta bënte as do ta bënte dot. Po është e sigurt që s'ka gjë në dorë, s'do ketë gjë në dorë. Por nga ana tjetër është shumë e qartë për ne që viktimat e politikës absurde dhe në fakt në një farë mënyrë kriminale, kombëtarisht kriminale, me pensionet dhe pensionistët, deri kur ne bëm reformën, që sot nuk përfitojnë pension dinjitoz, ndërkohë që ata që kanë dalë në pension dhe dalin pension mbas reformës, kanë pensione komplet tjera. Se kjo gjë nuk përmendet. Nuk përmendet që këtu ka mjek, ka mësues, ka të tjerë profesionistë që kanë pensione 400-500.000 lekë. Nuk i thot njëri këto, po janë një masë gjithmonë më e madhe çdo vit. Me çdo vit janë 22-23.000 që hynë në blokun e pensionistëve dhe kanë pensione ndryshe. Ndërkohë që të tjerët, për të njëjtat vite pune dhe për të njëjtën punë, pra një mjek me të njëjtat vite pune, që ka dalë në pension përpara reformës, merri pension 200.000 lekë. Nganjëherë dhe më pak. Pse? Sepse nuk u bë politik pensionesh, u bë një çmenduri, u nxorën gjithë njerëzit në pension që 40 vjeç, se u dogjën, u shkatruan, u mbyllën, u sakatuan gjithë ato qendra prodhimi, gjithë ato çka ishin, ashtu siç ishin. U nxorën 40 vjeç në pension, u vu një tavan, pensioni më i lartë është 200.000 lekë vjetra, dhe nuk kishte më rëndësi ke pagu ti sigurime, s'ke pagu sigurime, ti çdo që të kishe bërë, nuk e kaloje do 200.000 lekë. Ne vendosëm sistemin në bazën e logjikës që ka sistemi. Kush ka paguar më shumë sigurime, merr pension më të lartë. Pik. Tani, këta që janë në shtresën ose në kategorinë e viktimave dhe viktimat kujt? Viktimat të këtyre madhështorëve. Tash të kesh pas në altë madhëninë të votosh për kujtim gjusin, ky është halli i madh. Unë nuk e di domethënë se si ndodh kjo, po ky është mohabet tjetër. Ata e bën këtë. Megjithatë, ne jemi munduar të kompensojmë me bonuset. Bonuset janë rritur në mënyrë
në mënyrë shumë të ndjeshme, vetëm në dhjetor dhe në shkurt të këtij viti kemi dhënë 160 milion euro direkt cash për pensionistët. Po 160 milion euro për këtë shtet nuk janë pak, por nuk janë as shumë për ta. Kështu që paralelisht do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Ky është synimi. Mirë po keni parasysh një gjë që në fund të ditës e gjitha kjo është histori lekësh, kuptohet. Dhe për këtë arsye tani është një moment shumë i rëndësishëm, sepse unë flas për ditë për pasaportën europiane dhe ka shumë njerëz që e ngatrojnë pasaportën europiane me udhëtimet. Pasaporta që ne kemi sot është dokument udhëtimi, nuk ka asnjë vlerë tjetër. Thjesht ne mundësinë të udhëtojmë nëpër Europë, edhe nëpër botë, po marr Europën se këtu e kemi fiksimin, nëpër Europë pa vizë. Po është dokument udhëtimi. Me atë pasaport ti lëviz, po nuk ndalon dot. Nuk rrit dot më gjatë se sa të lejon një dokument udhëtimi, se duhet kthehesh. Prandaj edhe kur ne hym nëpër kufit e BE-s, na nxjerrin anash, na vënë në radhë, na fillojnë na pyesin, jo ku po shkon, jo kush po të ka ftuar, a ke hotel, as ke hotel, sa lekë me vete, po ku do rrish, po sa do rri, po kur do ikësh, direkt, pa hyrë akoma. Pasaporta europiane është status tjetër, nuk është dokument udhëtimi. Është status i ri për çdo qytetar shqiptar. Është status i barabartë qytetarie me çdo qytetar të Bashkimit Evropian. Dhe siç është pasaporta individualisht një status i ri qytetarie, kolektivisht për Shqipërinë hyrja në Bashkimin Evropian është një status i ri kombëtar, një status i ri shtetëror, shtet i Bashkimit Evropian. Dhe ku lidhet kjo me pensionet? Lidhet tek fakti që me hyrjen në Bashkimin Evropian na krijohet një mundësi e re shumë e madhe, sepse përveç gjitha tjerave, menjëherë ne përfitojmë një buxhet ekstra. Çfarë do të thonë buxhet ekstra? Bashkimi Evropian është një familje shtetesh. Ka të mëdhej, të fortë, të rritur, ka më të vegjël, më të dobët në zhvillimet sipër. Dhe prandaj është ndarë në dy kategori. Ata që kontribojnë për familjen, që janë prindrit, që janë themeluesit e Bashkimit Evropian, që janë më të fortët, më të pasurit, Franca, Gjermania, Danimarka, etj., Hollanda dhe Italia. Dhe ata që janë përfituesit janë të rinj që futen dhe familja ju jep buxhet ekstra që të forcohen të rriten. Çfarë nënkupton kjo në shifra? Ne sot kemi pas mbështetje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian. Kemi marrë si mbështetje që flas jo për ato të angazhuarat që vinë në vijim, po flas për çfarë kemi marrë si mbështetje. 1 miliard e diçka më shumë euro në gjithë këto vite. Në momentin që bëhemi antar Bashkimit Evropian, ne marrim eksaktësisht 1 miliard e diçka më shumë euro çdo vit. Por ka një ndryshim. Këto 1 miliard e diçka më shumë euro që i kemi marrë në këto vite, janë 90% kredi. Janë kredi të buta, por janë kredi, janë borxhe. Që vinë përmes financimeve për infrastrukturën e për programe tjera, nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga Banka Europiane për ku shikoni banka që na mbështesin ne, të janë borxhe. 90%.
Ndërkohë që ky 1 miliard që e kusur që na vjen si antar, 90% e ka grant, para e falur. Sepse është si qeveria në Tiranë që mbështet Bashkinë e Matit, me grant. Je para. Do thotë se dikush mund të thotë si fal kanë lekët, nuk i falin lekët dikujt. I investojnë tek vetja vet, se në momentin që ne hymë në BE jemi vetja vet, nuk jemi më një vend i huaj. Ky është ndryshimi. Dhe ky është ndryshimi që na krijon mundësinë që ne të kemi shumë më tepër të ardhura dhe aty mund të bëjmë spostime që një pjesë të fondeve që sot se janë ca profesor që thonë, pa ikim mos bëj rrugë dhe rrit pensionet. Problemi është që ajo rruga që bën, ato investimet që bën, ato të sillin të ardhura. Dhe me ato të ardhura ti rritesh. Në momentin që ti parat nuk i investon, po vetëm i shpenzon, një ditë bukur nuk jep dot më pensione fare. Se është njësoj si thush mos dil në punë sot, po ke frigoriferin plot për çfarë do dalësh. Po frigoriferin e ke plot për deri në fund të javës apo të muajit, nuk e ke plot për gjithë jetën. Dhe po i hyre frigoriferi ta fash, pa shku në punë, s'tjep rrogën ai që të blesh tjera për të mbush frigoriferin. Kështu që në momentin që ne marrim një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian, kemi mundësi pastaj të bëjmë më shumë në aspektin social, në aspektin e pensioneve. Dhe për ta mbyllur, unë besoj që